Shikues të Alert, mirëmbrëma. Përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Jemi në programin e radhës, unë jam Granit Sokolaj dhe kjo temë e ditës sotme do të shërbejë sigurisht konsumatorëve, por mbi gjitha edhe subjekteve prodhuese dhe tregtare në vendin tonë në raport me sigurinë ushqimore. Në dy pjesët e para të emisionit do të diskutojmë në lidhje me një udhëzim të Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i cili vë pika mbi i për një prej çështjeve më kryesore, në fakt më problematike që lidhet me sigurinë ushqimore, që bëhet fjalë për gjurmëshmërinë. Dhe është pikërisht ky udhëzim që mban numrin 15 i datës 10/4/2025, është publikuar para pak ditësh edhe në fletoren zyrtare, i cili edhe quhet konkretisht mbi treguesit ose shenjat që identifikojnë lotin të cilit i përket një produkt ushqimor. Pra bëhet fjalë për një kod, ose në gjuhën teknike si quhet lot, që duhet ta ketë çdo produkt ushqimor me disa përjashtime të vogla, siç do të diskutojmë në program. Disa me dy ekspertë sigurisht dhe njerëz që e njohin situatën. Padyshim që loti është një nga ato element të sigurisë ushqimore i cili i jep mundësi institucioneve të ndjekin gjurmëshmërinë e produkteve kur ka problematika të ndryshme që me të cilat mund të hasen konsumatorët, por edhe vetë konsumatorëve u jep një mundësi, një informacion shtesë kur ka alerte për produkte të ndryshme që mund ta verifikojnë pra nëse e gjejnë për hasin përpara në një market apo mund ta kenë edhe në shtëpitë të tyre. Pra jepet si informacion përveç asaj afateve të përdorimit. Është një udhëzim që hyn në fuqi në 1 janar të vitit 2026, u është lënë kohë operatorëve të biznesit ushqimor në Republikën e Shqipërisë që të përshtaten me këtë udhëzim të ri, siç ndodhi në vitin 2018 kur u miratua VKM-ja e re për etiketimin dhe u la operatorëve të biznesit ushqimor 2 vjet kohë, e cila pra mori fuqi në vitin 2020. Do diskutoj sot për këtë çështje me zonjën Ylka Allaraj, më falni, është inspektore në drejtorinë e përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Mirë se vini në Alert. Faleminderit për ftesën dhe mirëmbrëma. Është kënaqësi. Kam në lidhje Skype zotin Alban Zusi, sipërmarrës, drejtori i Albanian Food Industry dhe ish zëvendës ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Zoti Zusi, përshëndetje. Përshëndetje. Një nga njerëzit në fakt keni qenë që keni kërkuar gjithmonë me insistim çështjen e lotit të etiketimit të produkteve ushqimore masivisht. Në prodhim, në tregtim, në markete, ato që shiten në rifugj apo theme tjera, dhe do ta nis me ju bisedën për një koment sipari të përgjithshëm mbi këtë udhëzim. Nëse është i vonuar, në gjykimin tim është shumë i vonuar, por gjithsesi e dua nga ju. Le t'i gëzojmë faktin që ndolli dhe ta quajmë që është një ngjarje shumë e mirë, pa i vënë, le të themi, bishta siç e kemi zakonisht shqiptarët nganjëherë që themi mirë, por pa diskutim është një gjë shumë e mirë. Po ta kishim bërë më shpejt prapë do ishte më mirë, por megjithatë fakti që u bë, fakti që u dëgjua dhe edhe në emisionet e përbashkëta që kemi bërë, edhe në studion, edhe në emisionin tonë, por edhe në studio të tjera që kemi qenë bashkë këto kohët e fundit, ne e kemi ngritur këtë punë dhe unë jam besim plot që vendosja e lotit është vendosja e gurit themelit në sigurinë ushqimore të produkteve, sepse loti është ai që bën pastaj gjithë funksionalizimin, le të themi, të gjurmëshmërisë së produkteve. Në këtë kontekst, absolutisht, në qoftë se duhet të vendosni një notë nga 1 në 10, unë do të thoja që jemi tek 9 pa diskutim. Ajo 10 do të ishte mirë, sigur të kishim pas pak më shumë konsultime në momentin që është bërë, po të kishte pasi çik më shumë konsultime, mund të dilte një dokument jashtëzakonisht i mirë, që të merrte notën 10, por përsëri edhe kështu jemi shumë mirë. Zoti Zusi, unë po kthehem tek zonja Allaraj pak, gjithsesi do doja, në fakt është një ndër ato të rralla emisionit që nuk ke nevojë të bësh pyetje, thjesht mjafton të komentojmë se për çështje informacioni, në fakt për gjithë, është edhe qëllimi i programit, pra i kësaj teme, të komentojmë thuajse nen për nen këtë udhëzim. Dhe gjithsesi mikrofoni është i juaj, është i hapur dhe bëjmë edhe bisedë të lirë për diskutuar me njëri tjetrin dhe për ata që na dëgjojnë.
Ky udhëzim ka për qëllim të forcojë zonja Hallaraj sistemin e gjurmëshmërisë së produkteve ushqimore nëpërmjet vendosjes në faza të ndryshme të zinxhirit ushqimor të lotit, të formuluar me tregues identifikues dhe shkronja ose numra, duke u mundësuar autoriteteve kompetente dhe operatorëve të biznesit monitorojnë dhe të menaxhojnë në mënyrë efektive produktin, thot numri neni 1. Falni, pika 1 e neni 1 dhe pika 2. Për qëllimet e këtij udhëzimi, loti nënkupton, pra loti nënkupton një sasi të identifikueshme të një produkti ushqimor të dorëzuar në të njëjtën kohë dhe që është prodhuar, përpunuar ose paketuar në të njëjtat kushte. Spari, zoti Zusi sigurisht e përmendi që ndoshta mund të ketë pasur mungesë të konsultimeve disa prej aktorëve, por si ka qenë bashkëpunimi dhe është konsultuar ministria, sepse ministria është ajo që harton politikat, përfshirë edhe udhëzimet, dhe AKU i zbaton në këtë rast, por si ka qenë bashkëpunimi juaj për të hartuar një udhëzim të tillë mes dy institucioneve? Dhe sa i rëndësishëm është këtë? Atëherë, udhëzimi numër 15 i datës 10/4/2025, mbi treguesit dhe shenjat identifikuese të lotit në produktet ushqimore, për mua është një risi. Në kuadër të forcimit të sistemit të gjurmëshmërisë, ky lloj udhëzimi e bën të mundur që ky sistem të funksionojnë në funksion si të autoriteteve kompetente të cilat ka në fokus kontrollin e produkteve ushqimore dhe ndjekjen e gjurmëshmërisë, ashtu dhe të operatorëve të biznesit ushqimor, të cilët taksative janë të detyruar që produktet ushqimore të cilat i përpunojnë, i përgatisin, i paketojnë dhe i hedhin në treg, duhet që të jenë të shoqëruara me një etiket. Etiketa granit është pasaporta për një produkt ushqimor. Dhe në këtë pasaport duhet të jenë të gjitha të dhënat me qëllim gjithmonë që konsumatori të marrë një informacion të detajuar për çfarë përmban ai produkt ushqimor që konsumon. Duke filluar që nga emërtimi i produktit, që nga përbërësit e produktit, që nga sasia e produkteve, vendi i origjinës, emri tregtar i produktit, dhe do thoshja që referuar VKM-s 434 të etiketimit të produkteve ushqimore dhe një informimit të konsumatorit, unë do t'i konsideroja si dy risi të dyja dy udhëzimet që kanë dalë për këtë referuar kësaj VKM-je. E para, ashtu si që përmendet edhe ju në 2018-ën, është bërë për të hyrë në fuqi në 2020-ën dhe janë shtuar që në etiketën e produktit të jenë të shtuara, të deklaruara vlerat ushqimore, vlerat ushqyese, me qëllim që konsumatori të marrë një informacion të detajuar për të gjithë përbërjen e produkteve ushqimore dhe ajo që do thoshja unë që është edhe më me risi për konsumatorin, është përcaktimi të gjithë substancave alergente nëse produkti përfundimtar përmban një substancë alergente, ajo është e specifikuar tek etiketa e produktit dhe madje e specifikuar edhe me bord. Gjithmonë me qëllim në funksion të konsumatorit për të marrë një informacion të detajuar. Pjesa e lotit, jo se nuk ka qenë, por sigurisht që tani është detyrim taksativ referuar këtij udhëzimi të ministres që çdo produkt i cili del në treg duhet që të jetë i shoqëruar nga loti, me qëllim që të bëhet identifikimi i produktit që nga vendi i origjinës deri te destinacioni përfundimtar. Doja të thoshja që ky udhëzim, risia tjetër është që është i parafruar pjesërisht me direktivën e Bashkimit Evropian 2011-91. Gjithmonë mbi treguesit dhe shenjat e identifikimit të lotit në produktet ushqimore. Pavarësisht se efektet ligjore ky i shtrin në 1 janar të 2026-s, autoriteti kompetent që është zbatues, që është autoriteti kombëtar i ushqimit, normale që do veproj pas këtij afati kohor, që nga 1 janari 2026-s. Do thosha që bashkëpunimi sigurisht që ka qenë, se përderisa Ministria është institucioni politik bërës, institucioni i drejt për drejt zbatues për zbatimin e këtij udhëzimi në kuadër të forcimit të sistemit të gjurmëshmërisë është autoriteti kombëtar i ushqimit.
Në fakt, një detaj që nuk e përmenda në fillim është që me gjithse hynë në fuqi me 1 janar 2026, ato produkte të cilat gjenden të pa përshtatura, pra që janë të prodhuara, deri në këtë moment që janë stoqe, do të lejohet të tregtohen. Po, normale, do lejohen të tregtohen pavarësisht se ato janë në gjendje në operatorët e biznesit ushqimor. Neni 2 thot, produktet ushqimore tregtohen vetëm nëse përmbajnë lotin, se që tha dhe ju, Sigurisht. me treguesit identifikues të përmendur në nenin 1.1 të këtij udhëzimi. Pika 1 e këtij neni nuk zbatohet. Ne ka disa përjashtime për produktet bujqësore, që mund të komentoj edhe zoti Zusi, për produktet bujqësore të cilat pas largimit nga ferma janë e para, janë shitur ose dorëzuar në stacionet e magazinimit, përgatitjes ose paketimit, transportohen për organizatat e prodhuesve, ose e treta, mblidhen për përfshirje të menjëhershme në një proces përgatitje ose përpunimit. Çdo të thotë kjo? Sepse a kam përveç magazinimit e tjerave, a do dalin treg më pas? Atëherë, kjo nuk do të thotë që produktet do të dalin në treg të pa etiketuara dhe pa u përfshirë edhe numri i lotit, sepse nuk mund të bëjë gjurmëshmëria. Por, për produktet bujqësore, të cilat vinë nga ferma, paraprakisht magazinohen për të kaluar më pas në një fazë përgatitje e paketimi. Dhe në momenti që kalojnë nga ferma deri te magazinimi nuk mund të bëhet një etiketim. Në momenti që kalojnë në një farë përgatitje dhe paketimi, ato detyrimisht që do shoqërohen me një etiket. Pjesa tjetër e tregtuesve dhe ambalazhuesve. Fermerët, të cilët prodhojnë produkte ushqimore në sasira të mëdha, ata i çojnë në këto pika tregtuese me qëllim gjithmonë që se nuk kanë mundësi që të bëjmë procesin e etiketimit, se janë fermerë të vegjël dhe sasia e produkteve është e vogël. Dhe të gjitha këta mbledhës grumbullues e grumbullojnë produktin dhe pastaj kalojnë në një fazë të mëtejshme, të cilët e para përgatisin edhe e etiketojnë. Gjithashtu, në këtë udhëzim, përjashtohen edhe produktet të konsumatori fundor që kanë të bëjnë me produktet që janë të pa paketuara. Para prakisht të pa etiketuara. Tek produktet të cilat konsumatori shkon në një operator të biznesit ushqimor për të blerë një produkt dhe e blen direkt, të blerë si fundit. Do me thënë, porosit një produkt dhe produkti e merë blerë si fundit para prakisht. Qartë, është pika B. Po, pika B. Në pikën e shitjes të konsumatori fundit, kur produktet ushqimore nuk janë të parapaketuara, janë të paketuara me kërkesë të blerësit, ose janë të parapaketuara për shitjet menjëhershme. Të menjëhershme. Po, pra ne nuk e shohim lotin në këtë rast. Sigurisht, sepse ai mund të jetë është paraprakisht një produkt që paketohet e merë konsumatori direkt, e blen direkt, sepse ai mund të jetë një sasi të një sasi të madhe dhe ai mund të blen një sasi të vogël në supermarkete. Mund të jetë në një market 1 ton në magazin, po themon fruta të thata të një lloji, unë kërkoj 200 gram. Sigurisht, po ai ka lotin ai e ka, po jo se ne nuk mund të ekzistojmë që të mund të bëjmë gjurmëshmërinë, sepse ky udhëzim në thelb ka të bëj me monitorimin dhe menaxhimin e gjurmëshmërisë nga autoritetet kompetente, që është autoriteti kombëtar i ushqimit, dhe nga operatorët e biznesit ushqimor. Dhe këta si autoriteti kompetent që është për zbatimin, për kontrollin, edhe operatorit e biznesit ushqimor që e ka detyrë taksative për ta vënë, kjo është përgjegjësia këtyre të dyve. Dhe konsumatori final që blen produktin mund të blen një porcion të vogël dhe në momenti që blen një porcion të vogël, atje mund në produktin ushqimor final mund të vihet bisera e peshës, por loti është, sepse është e pako e madhe, ekziston loti. Amballazhi primar që është furnizuar. Po, sigurisht që loti është. Po, me zotin Zusi për pikën 1, sigurisht unë kam atë qëndrimin tim ose dyshimin nëse mund të çedoj diçka në lidhe me gjurmëshmërinë për produktet bujqësore, të cilat pas largimit nga ferma, pra deri te grumbulluesi nuk kanë lot. Dakord jemi. Kur grumbulluesi përzihen në një ark domatet shembull, edhe 5 fermerëve të ndryshëm dhe i vjen një lot, a prishet pak gjurmëshmëria pastaj
në rast problematikash analizimin treg kur një produkt del me ngarkesë pesticidesh apo nuk e di se çfarë? Atëherë gjurmëshmëria o bëhet o s'bëhet. Nuk mund t'jetë diku e bëjmë, diku se bëjmë. Në qoftë se flasim për gjurmëshmëri, në qoftë se flasim për loti vihet që në momentin që produkti merr drejtimin për të shkuar drejt konsumatorit publik, drejt një tregu publik. Po, e bën grumbulluesi, ai që është edhe tregtar në këtë rast. Pikërisht. Grumbulluesi në momentin që pranon mallin e fermerit, ai që në atë moment duhet i vëri një lot atyre arkave, qofshin edhe 5 arka me domate në qoftë se janë ato, ai duhet i vëri një lot. Duhet i vëri, si mund t'jetë loti, emri i fermerit. Po, një kod ferme. Agron Hoxha, po themi. AH 15/04/2025. Pra 15 prill 2025. Pra, se s'bën, në qoftë se gjendet qoftë edhe një ark në qendrën e grumbullimit, e cila nuk ka këtë lloj siklet, pra, siç e tham, AH 15/04/2025, ne nuk kemi gjurmëshmëri. Dhe për të bërë të punë tamam, prandaj thashë do duhet kishte pas një konsultim, se po të kishte pas një konsultim, kjo VGM do dilte, ky udhëzim do dilte një yll i vërtet, edhe do ishte jashtëzakonisht e dobishme për të gjithë, askënd nuk rëndon gjurmëshmëria. Gjurmëshmëria vetëm i ndihmon të gjitha palët. Po ne mund të bënim edhe këtë që në momentin që ai vendos numrin e lotit, ta bënim me detyrim që qendra e grumbullimit të kërkojë edhe një certifikat fitosanitare nga agronomi që e ka ndjekur këtë fermer. Sepse ky është problemi jonë më i madh, o Granit. Fermerët shumë të mirë, heronj, vërtet kam jashtëzakonisht respekt për to, sa më shumë që po punoj me to, aq më shumë rritet respekti për to si një shtyllë jashtëzakonisht e rëndësishme e shoqërisë, por me pa dijenin e tyre dhe nuk kanë se nga ta din, nuk janë të detyruar të jenë të ditur se çfarë ndodh me produktet që ato përdorin. Për këtë punë bëhen shkolla, për këtë punë prodhohen agronomët e tjerë. Me pa dijenin e tyre, pra ato krijojnë probleme. Në qoftë se ne do të vendosim që për të marrë numrin e lotit, duhet që patjetër të ketë një certifikat nga agronomi që e ka ndjekur këtë, mund të jetë edhe farmacisti që i ka dhënë ilaçet, që i ka dhënë produktet fermerit, që t'i lëshoj një certifikat që të thojë që ky fermer është furnizuar tek unë me këto lloj produktesh dhe hera fundi që është furnizuar ka qenë në filandate e tjerë, por duhet që loti të ketë si mbështetje, loti që do të vendosi pra qendra e grumbullimit, duhet të ketë si mbështetje një certifikat nga dikush tjetër. Pra, sepse nuk fillon historia në momentin që arka dorëzohet në qendrën e grumbullimit. Historia ka filluar 6 muaj më përpara. Qysh me plerimin e tokës, qysh me produktet mbrojtëse bazë që janë hedhur gjatë kohës e tjerë. Dhe ne duhet ta dim historinë. Kjo është gjurmëshmëria e plotë. Kjo është pika e parë. Në qendrën e grumbullimit nuk mund ketë në mënyrë absolute, thash edhe një herë, as edhe një ark e cila nuk ka një numër lotit. Praktikisht, numër lotit merr njësia më e vogël e paketuar. Në qoftë se njësia më e vogël e paketuar është 1 ton, atëherë vjet për 1 ton. Në qoftë se njësia më e vogël e paketuar është 1 kilogram, atëherë numri i lotit, etiketa vjet te 1 kilogramshi. Në qoftë se njësia më e vogël e paketuar është 100 gram, atëherë etiketa dhe numri i lotit vjet tek 100 gramshi. Pra tek njësia më e vogël, në qoftë se njësia më e vogël e paketuar është 1 fuqi, atëherë etiketa dhe numri i lotit vjet tek fuqia. Dhe kur shesim djathin nga fuqia direkt, atëherë aty në buzë të fuqisë duhet jetë etiketa e cila tregon numrin e lotit dhe gjithë gjërat e tjera. Pra nuk ka asgjë që shitet pa një numër lotit. Asgjë nuk shkon te konsumatori fundor pa numër lotit. Dhe në mënyrë të veçantë, ajo që unë kam kërkuar vazhdimisht ka qenë që numri i lotit duhet të jetë patjetër i dorëzuar tek qytetari. Pse duhet jetë i dorëzuar? Unë bëj një pyetje shumë thjeshtë. Në qoftë se ne nuk ja dorëzojmë numrin e lotit qytetarit o me etiket o me faturë. Sepse dy janë format, o do t'i japim etiketën o do t'i japim faturën. Në momentin që i japim produktin në rifuzho, po themi i japim djathin e hapur, sepse po e shesim nga një fuqi apo nga një kanaqe me 20 kg djath,
atëherë numrin e lotit duhet t'ja fusim tek etiketa që ja i merr, tek ajo letra që i ngjisim sipër konsumatorit. Sepse pyetja që bëj unë është kjo pastaj. Në qoftë se konsumatori vjen dhe ankohet që ky djathi i dha probleme, apo kjo burra freskoja, po themi, apo gjalpi, apo diçka tjetër i dha probleme. Ku ta marrim vesh ne se cila ishte ajo që i dha probleme? Kush ja dha problemin? Cili produkt ja dha problemin? Sepse edhe unë mund të çoj produkte në një dyqan, në një market për të shitur, por jo të gjitha produktet e mia kanë problem. Unë mund të kem ndërkuar 10 njësi bazë, prej cilave vetëm njëra ka pas problem. Pse duhet penalizohem unë për të shkatruar 9 njësit e tjera kur problemin ma ka vetëm një njësi? Po e marr nga interesi im. Ky është i fundit. Interesi kryesor është interesi i konsumatorit. Konsumatori, kur të ketë probleme, duhet shkoj me një dokument qartësisht të dokumentueshëm se cili ka qenë produkti, cili ka qenë loti që ja ka dhënë problemin. Sepse ne themi sallam, prodhojmë sallam. Mua më ka ndodhur në eksperiencën time që një fabrik sallamit, këtu e vite më parë, kur bëjsha punë te konsulentit, prodhonte dhe vetëm nga njëra furrë produkti i kthehej mbrapsht. Pra e prodhonte të njëjtin parti mallit, me të njëjtin brum, me të njëjtin mish, me të njëjtën teknologji, me të njëjtat përbërës, e piqte në 3 furra, produkti njërës furrë i kthehej mbrapsht. Ai nuk dinte gjë se i kthehej njërës furrë, ati thjesht i kthehej, ky produkt i kthehej mbrapsht. Dhe ai e kalonte gjithë produktin për ripërpunim ose ku diun se çfarë për ta hedhur etj. Po kur bëm monitorimin, ne pam që kjo furra këtu kishte një problem në matje dhe në vend që të shkonte 72 gradë temperatura në zemër të produktit, shkonte 62 gradë, ndërkohë jashtë tregonte sigurisht 72. Atëherë pse duhet hidhte poshtë ky produktin edhe të 2 furrave të tjera që s'kishin problem, kur problemi ishte shumë identifikuar, sepse ishte vetëm nga një kanal prodhimi. Por duke vendosur lotin dhe në lot u vendos që të vendoset edhe numri i furrës, ishte shumë më thjesht e identifikueshëm se ku është problemi. Pra, numri i lotit nuk është një kënaqësi që po e bëjmë dhe po e çojmë deri diku. Ai o bëhet o s'bëhet. Në qoftë se ose e them ndryshe, në praktikat e mia të auditimeve, kur bëni auditim me të huaj, të kompanive shqiptare, që për hir të vërtetës i kalonin me shumë sukses, shumica e tyre, auditori i huaj shkonte në magazin dhe thoshte ku është prodhimi i gatshëm për të shkuar tek konsumatori. Dhe i tregoi magazine e produktit gatshëm. Aty kapte një copë, kapte një produkt, njësi më të vogël të paketuar që mund ta merrte konsumatori në dorë. Ajo mund të ishte një paketim 200 gram sallamit, mund të ishte një paketim 200 gram djathit, mund të ishte një paketim 200 gram gjalpit. Dhe e merrte atë në dorë dhe vinte me atë në zyrë. Kontrollonte gjithë dokumentacionin, pastaj mbas 1 ore 2 ore thoshte, tani për këtë copën që unë morra atje, ma gjeni të gjithë xhiron që i ka bërë ky produkt, kush janë përbërësit, nga kanë ardhur, si kanë ardhur etj. Mbi bazën e një të dhënë të vetme që është numri i lotit i shënuar në njësinë më të vogël bazë që shkon tek konsumatori. Pra, në mënyrë absolute kur produkti merret në dorë nga konsumatori, aty do të jetë numri i lotit. O do të jetë në paketim në qoftë se produkti është i paketuar, o do të jetë në etiketë në qoftë se produkti shitet rifugjo, por ka një faturë e cila i ngjitet produktit dhe konsumatori ka pastaj detyrimin e tij për ta ruajtur deri në fund nëse do ta ruajë. Por konsumatori në çdo moment duhet ta ketë në dorë numrin e lotit të produktit që ai po konsumon. Do kthehem, zonja Allaraj, më duhet të shkoj. Jo, mund të përgjigjemi zotit Zusi ose shtoni atë çfarë mendoni ju pas hapësirës publicitare. Para reklamave kam një mesazh promocional, bëhet fjalë për produktin Maxigesic, i cili është një kombinim perfekt i paracetamolit dhe ibuprofenit. Të dyja së bashku në një tablet vetme dhe me veprim të 2 fisht e të 2 anshëm. Maxigesic është ideal për dhimbjet që shkaktohen nga gripi, dhimbjet e artritit dhe ato të reumatizmës, por edhe për ju të gjitha femrat është një armik i fortë kundër dhimbjeve menstruale. Një tablet Maxigesic është ideal dhe për dhimbjet e dhëmballëve, të kokës dhe ato muskulare. Dhimbjet kapin befasisht, ndaj mbajeni kudo me vete. Nuk ka gjë të pamundur me Maxigesic, ndaj kjo është zgjidhja më e zgjuar kundër dhimbjeve. Shkojmë në reklama e kthehemi pas pak në studio, mos u largoni nga ekrani i Ora News.
Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për udhëzimin në lidhje me vendosjen e loteve, pra kodeve të identifikimit në produktet ushqimore, që nga 1 janari 2026 në vijim, asnjë produkt ushqimor nuk do të tregtohet pa lotin e identifikimit. Zonja Allaraj, nuk e vazhduam dot bisedën në pjesën e parë për shkak të ndërprerjes së reklamave. Doja të thosha që referuar këtij udhëzimi, treguesi paraprak është shkronja L. Tani në parantez me zotin Zusi. Doja të sqaroja për këtë pjesën e... Në parantez apo në kundërshtim? Po, mere si duash. Për pjesën e grumbullusit. Atëhere, operatorët e biznesit ushqimor e kanë detyrim ligjor që për pjesën e gjurmëshmërisë, funksionimin e sistemit të gjurmëshmërisë, ata marrin një regjistër të dhënash. E përcaktuar kjo edhe sipas udhëzimit, edhe sipas nenit 25 të ligjit të ushqimit, edhe sipas udhëzimeve, edhe sipas VKM-s. 760 që është pjesa e gjurmëshmërisë. Dhe të gjithë këta grumbullues mbajnë një regjistër të dhënash. Do me thënë, grumbullojnë produktin nga fermeri. Dhe në momenti që grumbullojnë nga fermeri, sepse këtë e them nga pjesa jonë që neve i kemi monitoruar në treg në operatorët e biznesit ushqimor që kemi marrë kampione dhe i kemi analizuar dhe kemi bërë gjurmëshmërinë. Sepse gjurmëshmëria për pos etiketës ka dhe një element tjetër që është fatura. Dhe këta grumbullues në momentin që këta blejnë një produkt e blejnë me një faturë. Dhe në këtë regjistër që mbajnë, kanë të përcaktuar emrin e produktit, kanë të përcaktuar vendosin edhe faturën, vendosin që të fermerit dhe niptin e fermerit, që mund të ketë me qëllim që të bëhet lidhja e gjurmëshmërisë. Për arsye sepse nëse ndodh një problematik dhe shkojmë pikë së pari ne do shkojmë te grumbulluesi. Dhe grumbulluesi, nëse neve si autoritet nuk na vën në dispozicion pjesën e gjurmëshmërisë, që është pjesa e faturës që e ka marrë nga fermeri, ai merr penalitet për vete. Po mendoj që ai ka marrë nga disa fermer dhe është i detyruar, sepse e ka detyrim ligjor taksativ që ai duhet të marrë të dhëna për pjesën e sistemit të gjurmëshmërisë, përpos që është edhe sistemi vetë kontrollit manuali HACCP, ku është e përfshirë një sket që është enkas për gjurmëshmërinë. Dhe në momentin që ai e merr produktin nga fermerët, në porcione të vogla apo të mëdha dhe e paketon, normale që pavarësisht se ai ka lotin e vet, një mjet identifikues për fermerin ai e ka. Kurse për pjesën e produkteve për porcione të vogla, që është e përcaktuar tek udhëzimi, ku hyn akulloria për shembull, që është e përcaktuar enkas për akulloren, edhe akulloria përjashtohet. Do thosha për produktet të cilat kanë një jetëgjatësi minimale dhe të përcaktuara në etiketën e produktit deri më. Këtu hin të gjitha ato produkte, zakonisht produktet me origjinë shtazore, që kanë një jetëgjatësi të shkurtër dhe në këto përpos që është fatura. Kemi dhe elementet e tjerë që ne bëjmë ndjekjen e sistemit të gjurmëshmërisë, që është data e prodhimit edhe data e skadencës. Dhe në këto produkte që kanë një jetëgjatësi minimale të shkruar në etiketën e produktit, që është të përdoret deri më, në momenti që ne kemi të përcaktuar datën e prodhimit dhe datën e skadencës, ne arrim që ta bëjmë gjurmëshmërinë e këtij produkti. Por produkte të cilat janë të papaketuara dhe nuk ka mundësi që grumbulluesi apo operatori i biznesit ushqimor verifikohet nëpërmjet dokumentave tregtare që shoqërojnë produktin, që është një ndër këto është fatura. Fatura tatimore që e shoqëron të gjithë këto element, përfshin lotin që e specifikuam që duhet të jetë për secilin produkt, që aktualisht është në disa produkte, por me udhëzimin e ri të ministres është taksative që fillon nga 2026. Datën e prodhimit, datën e skadencën dhe faturën tatimore, të gjithë këto element përbëjnë një ndjekje të sistemit të gjurmëshmërisë për operatorët e biznesit ushqimor, që është objekt inspektimi nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Në lidhje me pjesën e certifikatave, do të ndal pak tek pjesa që a mund të pse nuk ka dokument shoqërues fitosanitar një produkt. Atëherë,
prandaj janë në praktikat e inspektimit, sepse grumbulluesi nuk mund të marrë të gjitha pjesën e certifikatave që janë përdorur, apo të çdo lloj preparati që ka përdorur fermeri. Fermeri ka librin e fermerit dhe në librin e fermerit janë të shënuara të gjitha trajtimet që ai bën me të gjitha medikamentet, shoqëruar kjo edhe me certifikatën fitosanitare. Nuk hidhet produkti në treg i pa shoqëruar me certifikatën fitosanitare. Në momentin që trupat inspektuese të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve që shkojnë në ferma, verifikojnë librin e fermerit dhe nëse fermeri nuk e ka të përditësuar këtë libër që trajton produktet bujësore, atëherë përsëri kalon me penalitet. Pra, çdo gjë shkon në sinkron ti Granit. Nuk në të gjitha praktikat e inspektimit që mbajnë trupat inspektuese të autoriteteve kompetente, gjurmëshmëria është primare. Flas kur kemi raste alerte dhe kur kemi raste që na vijnë nga rast që na vijnë nga alerte ndërkombëtare. Unë do ta shtroj në formë pyetje, po kjo është shqetësimi im dhe në fakt i ka hershëm i zotit Zusi, në lidhje me produktet me origjinë shtazore, po nuk flasim për industrinë. Ata që prodhojnë me etiketa janë të konsolituara të tjera, se ata kanë më të lehtën për të përshtatur me këtë. Unë do thoshja që produktet shtazore janë më të konsoliduara. Ja do ta them. Dhe zoti Zusi pastaj mund të ndërhyjë dhe të më korrigjojë ose të shtoj. Nëse sot ka një thertore, po. Unë shkoj në një dyqan mishi dhe blej mish. Përveç certifikatës veterinare të kafshës, a do pahiset me lot ky produkt? Sepse ai merr nga 50 tufa të ndryshme në Shkodër, në Tropojnë, Konispol, merr X krerë gjedh ose të imta, theren e merë në thertore dhe shpërndan dyqanet të ndryshme mishi. Tani, identifikimi i origjinës e këtij mishi si do bëhet nga unë si konsumator. Ju si inspektorat mund ta keni të lehtë. Për mishin e freskët. Dhe më fal, edhe në markete ka diçka tjetër. Marketet, rrjetet edhe supermarketeve. Marrin mish nga Shkodra, nga tjera dhe tregtojnë mish të freskët. Mish të freskët jo sipas perceptimit të mishit të importit, por mish të freskët vendi, po themi. Dhe nuk kanë asi dokument, shenjë identifikuese për mua si konsumator, sa ato dokumentat i kanë sigurisht. Atëherë, e filloj me mishin e freskët. Mishi i freskët nuk etiketohet, por shoqërohet me elementet e sigurisë. Elementet e sigurisë janë vula, e vendosur 3-6 vula në gjithë karkasën dhe me certifikat shëndetësore veterinare. Në këtë certifikat shëndetësore veterinare janë të përcaktuara të gjitha të dhënat e kafshës së gjallë e cila u bë karkas. Do me thënë që fillon që nga vjen, ashtë numri matrikullit, numri fermës, ashtë si është gjendja e saj, ashtë shëndetshme, dhe të gjitha këto i vë veterineri. Për veterinerin, për ato, për mua. Në momentin që ju, si konsumator, shkoni dhe bleni mish të freskët, atëherë ju jeni, nëse keni dyshime, keni gjithë drejtën që kësaj njësi e tregtimit të mishit të freskët, t'i kërkoni dokumentacionin, certifikatën, sepse e ka detyrim ligjor që çdo njësi tregtuese, pavarësisht të marrë certifikatën, edhe nëse nuk e merr të gjithë karkasën, por merr gjysmën e karkasës, ai e ka detyrim ligjor që ta marrë këtë certifikat që shënon kjo karkasë. Pra, për mishin e freskët, kjo shoqërohet me certifikatën shëndetësore veterinare dhe me vulën. Këto janë dy elementet e sigurisë që konsumatori duhet i shikoj në njësitë e tregtimit të mishit të freskët, sepse vulosja dhe certifikimi bëhet në thertore. Dhe nga thertoret, këto shkojnë në njësitë e vogla të tregtimit të mishit të freskët. Kurse, për produkte të cilat ju thatë, shkoni në operatorët e biznesit ushqimor që tregtojnë, të cilat janë të ngrira, ata duhet, të gjitha këto produkte vinë në porcione të mëdha, se janë produkte importi që vinë në -18 dhe kalojnë në porcione të cilat bëhen në pjesë të vogla. Por atje operatorët e biznesit ushqimor pikë së pari shënojnë origjinën dhe produkt i ngrirë dhe destinacioni i këtij produkti që konsiderohet i freskët, se pavarësisht se ai ruhet në -18 gradë, vlerat ushqyese nuk i lëvizin, nuk i ka. Por përsëri është e drejta e konsumatorit që të marrë informacion, ka gjithë drejtën që të pyes operatorin e biznesit ushqimor tregtues për një produkt që blen.
Shkoj pak të zoti Zusi, sepse edhe kërkon fjalën, plus që nuk në këtë pjesë e kemi lënë bazdore, pa dashje sigurisht. Po zoti Zusi. Çfarë do të them o Granit? Jo, ti ke çfartuar shumë për këtë pjesë, në fakt se sa herë kemi diskutuar çështjen e mishit. Ylka ma mbylli komplet diskutimin. Në momentin që thot mishi do shitet pa etiket, praktikisht s'ka më gjurmëshmëri. Mishi freskët flas. Mishi freskët prap, mishi freskët pa etiket. Si duhet shitet zoti Zusi? Po mishi freskët është akti normativ numër 4 që i trajton flas për karkasat, nuk flas për karkasat, të cilat theren në thertore dhe që certifikohen nga veterinerët zyrtar dhe vullosen nga veterinerët zyrtar dhe do tregtohen në këto njësi tregtimi, të cilat kanë këto element sigurie. Cili është elementi sigurisë? Elementi sigurisë është certifikata shëndetësore veterinare. Ku është certifikata? Ku është certifikata? Ku është certifikata? Certifikata është tek njësitë e vogla tregtuese. Po, në syrtar. Në syrtar ke gjithë të drejtën që ta kërkosh si konsumator. Po, edhe unë do të them tani shitësit ma gjithë, Alban, neve e dim shumë mirë. Ma gjithë pak certifikata, në do më dojë... Po sigurisht, certifikata e shoqëron produktin, sepse nëse nuk shoqërohet produkti mishi freskët me certifikat dhe nuk është i vullosur, njësitë e vogla tregtuese marrin penalitet. Kush e lexon vulën? Vulat janë specifike, po tani... Lexon dot vulat? Vula është vetëm në njërën prej anësive atje. Kur merë brinjë, kur merë një copë vullën e lexon inspektori që e kontrollon. Alban, vullën e lexon inspektori... Shiko, Alban, vullën e lexon inspektori që kontrollon. Dhe sa për etiketën që thuan e di shumë që etiketa e një produkti bëhet në pas të një analize, sepse bëhet notifikim me etikete. Dhe duke praktikisht mishi nuk ka këtë element sigurie. Mishi që është produkti më rrezikshëm, me rrezikshmëri më të lartë, ne do ta kemi pa identifikuar. Dhe kur të dua ta identifikoj, duhet i them shitësit të lutem, a ma jep certifikatën, po deshta i ma japi certifikatën, sepse ai duke shit mish do thoj nuk kam kozët një mu marrë Alban, mishi përpos certifikatës, Alban, mishi përpos certifikatës ka edhe shumë cilësi të tjera, që ai nëse nuk është i sigurt, po ai duket nga ngjyra, ai duket nga dekompozohet, po nifet nga era nëse ai nuk është i freskët. Por, si? Nuk tek VKM-ja për gjurmëshmërinë nuk flitet kënd për ngjyrë. Jo, jemi te mishi freskët, nuk flasim, jemi te mishi freskët. Tek VKM-ja për gjurmëshmërinë nuk thuhet asgjë kundi që qytetari ka të drejtë t'ja kërkoj shitësit certifikatën. Jemi duke folë si mas shefi tani, Julka. Shiko, Alban, nëse një produkt... Po fletë si një qytetari, jemi 3 veta, po bëjmë muhabet me një tjetër. Shiko, nëse konsumatori... Shiko, Alban, nëse konsumatori e shef që një produkt... Normali që etiketa është primare, gjëja e parë që haset konsumatori. E para gjë që shkon... Ku vjetë etiketa? Ku është etiketa e mishit? Te produkte. Unë kur shkoj du me ble, unë kur shkoj në dyqan të mishit, du me ble mish të therur nga një thertore X që unë e besoj, dhe dua që mishi të ketë origjinë vendit dhe jo origjinën e dikuj tjetër. Po mund të shkosh atje ku dëshironi ju, në atë njësi tregtuese që ju e... Po unë du ta lexoj këtë, unë kur shkoj në dyqan për të bler ujë, blej ujë të Pelena, blej ujë Selita, blej ujë këtë, e lexoj s'kam nevojë as me shitsin, as me pyta skargat. Alban, ajo ka një certifikat që janë të specifikuar atë gjitha gjërat, edhe fertoria, edhe ferma, edhe të gjitha gjërat. Shitsin është duke u shërby edhe 10 vetave tjerë. Unë i them më jepi qik certifikatën se du me blej mishin. A i më thot prit se kam sa pun tjera, thot pastaj do merim. Mishi specifik, Alban, mishi specifik, për produktet dhe në produktet e mishit, po. Që shoqërojnë, po mishi specifik, por në produktet e mishit janë të gjitha të etiketuar. Po, Granit. Sepse jemi edhe me kohën pak kufizuar se kam edhe një çështje tjetër, po me ju për ta diskutuar për numrin për lote. Këtu nuk ka gjurmëshmëri. Domethënë, AKU-ja ka vendosur që të mos e bëjnë gjurmëshmërinë. Gjurmëshmërinë e ndjekin autoritetet. Ministria në këtë rast, ministria se ka bërë udhëzimin, jo AKU-ja. Gjurmëshmërinë e ndjekin autoritetet. Ministria është krejt e qartë në udhëzim. Ministria thot që çdo produkt që shkon te konsumatori nuk vën asnjë lloj kufizimi. Kufizimin sapo e vuri mikja ime dhe përfaqësuesja e AKU-s, zonja Ylka që tha, mishi tha do shitet pa etiket. Unë nuk dua të jem qytetar, i një vendit që shet produktin më të rrezikshëm në vend pa etiket. Pik muhabeti.
Atëherë si mund tjetë, në qovë se loti, pra, sepse është kjo për çështja e kryqëzimit të produkteve, në një thertore mund shkojnë shumë kafsh, nga firma të ndryshme, po themi të njëjtit lloj, gjedhe ose të imta, keca për shembull, dhe ata shpërndahen në dyqanin tim. Unë çfarë duhet vendos në banak? Në qovë se s'ka lot paktën kod ferme nga ka ardhur? Jo, lot do vendoset. Atë punë e zgjidh veterineri i thertores, i cili nuk duhet rri jashtë atje duke ku diun se çfarë, se s'po jap etiketime, por ai duhet jetë në linjën e therjes, i veshur njësoj si kasapët dhe i cili për çdo parti mallit, në qoftë se kanë ardhur 10 qingja nga një fermë, 20 nga një tjetër, etj, për secilin prej tyre ai bën atë certifikimin e posaçëm, etiketimin e posaçëm dhe thot, këto 20 janë me origjinë nga kjo fermë dhe me këtë numër lotit. E gjithë partia që është therrur brenda asaj dite ka të njëjtin numër lotit, por i vjet një identifikim, në qoftë se janë 20 bakti nga një fermë, 10 nga një tjetër, 5 nga një tjetër, atëherë ju vjet edhe një shkronjë apo një numër tjetër çfarë të duam ne, një identifikim, një kod identifikues. Alban, se nuk mali ta mbaroja, Alban, nuk mali ta çoja deri në fund. Më dëgjoj me kujdes. Nuk mali ta çoja deri në fund. Aktualisht, se nuk mali ta çoja, aktualisht në këtë moment, se për këtë është bërë ky udhëzim, që e përcakton për produktet e pa etiketuar, e pa paketuara, të gjitha do marrin numër lot, referuar treguesit, duke filluar nga shkronja L, që është e përcaktuar në këtë udhëzim, që tregon lotin, dhe aktualisht thash, mishi është në këtë formë, por referuar këtij udhëzimi, të gjitha produktet të papaketuara do të shoqërohen me numër loti dhe në bazë të kësaj shkronje do vendoset numri i fermës, i fermerit, një shkronjë apo një numër, ashtu siç mund të vendoset dhe siç mund ta vendosë. Një shkronjë ose një numër. Nuk ka nevojë me improvizu ti, o Julka, nuk ka nevojë të improvizosh ti në studio. Po jo, nuk e improvizoj, më dëgjoj me kujdes. O, Julka, nuk ka nevojë të improvizosh. As ti, as unë, as Graniti. O, Alban, të neni 4, të pika 2, më dëgjoj me kujdes. Alban. Po shumë nivelin e bisedës duke dhënë shpjegimet pa nevojshme teknike, sepse ka një VKM për mënyrën e etiketimit të mishit të freskët. Dhe etiketa e mishit freskët duhet jetë në banak, e shkruar. Dhe ku do që ka grumbu i mishit, thot aty, bëftek, thot bërzoll, thot brinj, çfarë është ajo, aty ku shkruhet ai emri bërzolla, bëfteka, çfarë është, i çik më poshtë vjet edhe etiketa dhe thuhet thertoria filan, origjina, ferma e origjinës filan. Po prandaj u bë ky udhëzim. Kaq du të diu. Po prandaj u bë ky udhëzim. Dhe kur të më bëj faturën ai zotëria, me qenë se nuk më jep pako në atë qesën që më jep në etiket, ai në etiketën që në gjithë aty sipër dhe mbi bazën e saj unë shkoj tek kasa, pastaj bëj pagesën, në atë etiket duhet shkruaj mish qingjit, çmimi 7500 lekë, thertoria X edhe ferma Y. 4 gjëra shkruan ai aty. Dhe unë po pata problem me këtë mish, me këtë letër në dorë, kthehem tek dyqani ose vi tek ty tek AKU-ja dhe të them, mishi që kam bler me këto dhëna i ardhur nga filan thertore, me filan origjinë, i bler në filan dyqan mishit, mu më ka dhënë një diarre apo më ka dhënë një problem caktuar. Por në qoftë se ti nuk më jep mundësinë as me e pa, sepse unë për shembull i njoh kush janë thertoret e mira, kush janë thertoret e këqija. Nga disa thertore për shembull nuk do e prejtja me dorë mishin unë, nga disa thertore. Po unë nuk e di. Unë shkoj në dyqan dhe unë jam i pa informuar. Unë nuk e bler mishin e një thertores ma buziviste të mundshme, që unë e di që nuk duhet prejt me dorë. Okej, po prandaj ju bë ky udhëzim që referuar, shikon, në nenin 4 të pikës 2, të lutem, po më dëgjoj se po flet, shikon. Po prandaj ju bë edhe ky udhëzim, sepse në nenin 4 në pikën 2 të këtij udhëzimi është përcaktuar kjo. Jo, nuk është pa etiket, është e përcaktuar. Po ti sapo the, o Granit, përsërit e çik para 10 minutash. Jo, nuk është problem. Jo, po e bëri pastaj shtesën mbrapa që tha ndërprer dhe nuk e thash.
Po më ndërpret ti nuk arriti që të unë të ta sqaroj deri në fund. Do ta shpusim çik, do shputemi pak nga mishi sepse do ta. Jo, problemi ishte që nuk arrita sepse ti bëre ndërhyrjen dhe nuk arrita prandaj. Do mlidhemi në janar 2026 prap. Për këtë do mlidhemi në janar 2026 kur të filloj zbatimi sepse duke qenë se minuta nuk kam shumë, dua ndalem në një pikë tjetër sepse një prej produkteve po me origjinë shtazore që janë po them unë jashtë kontrollit ose pa etiketuara dhe për numër loti pastaj s'bëhet fjalë fare, është prodhimi i baxhove, prodhimet e bylmetit baxhove. Ne shkojmë në baxho, ata sigurisht janë subjekte që kanë nipt, nuk u bëj hyj çështjes evazionit, pastaj sa blen, sa shiten qumsht e tjera, por në marketet që ne i shohim, dhe kjo ka lidhje tashmë edhe me lotin, por edhe me VKM-n e etiketimit që nuk është zbatuar deri tani, e para, a e rregullon kjo disi edhe këtë treg, sepse po ne nuk e duam si konsumator në ambalazh primar, ne duam ta shohim në etiket që ky produkt që shitet me kilogram ka një lot të një X identifikim baxhoje, e para dhe e dyta. Ore, aty ku shkruhet granit, aty ku shkruhet djath jugu, le të vjen edhe dy rreshta më poshtë, baxhoja filan, edhe qumshi me origjinë nga Dropullia. Po ta vën lotin. Normale do bëhen se prandaj u bë ky udhëzim për të bërë këto, për të shtuar. Sa je vën një tabel atje. Pse nuk e plotson tabelen me gjithë dhënat ligjore që i kërkon ligji për etiketimin? Dhe e fundit, si do veprohet me produktet e mishit markete, dhe konkretisht për shembull mish importi, fileto, cung pule, etj., të cilat vazhdon të ketë një mashtrim konsumator me etiketimin, thot fileto e freskët, thot ai, kaq. Ose fileto e freskët pule X kompani, ndërkohë që kompania s'ka pula fare, pra dihet që është importi, dhe e dyta ku është loti kësaj, se ne nuk e shohim kurrë të lot. Atëherë me këtë udhëzim normale që gjërat do përmirësohen, sepse prandaj u bë në kuadër. Vu nuk shohim, kështu ashtu te mishi importit ne. Ky udhëzim prandaj u bë në kuadër që produkti të ndiqet me qëllim që të kemi një siguri ushqimore efikase. Për produktet e importit, ato kanë një ambalazh të madh, primar, që ky ambalazh nuk shikohet, ka një etiket. Dhe operatorët e biznesit ushqimor, të cilët e nxjerrin këtë produkt në banaket e tyre freskuese, atëherë ata do ta kenë detyrim ligjor që të vënë emrin e produktit, origjinën e produktit. E kanë edhe tani nga VKM-ja etiketimit. Okej, e kanë origjinën, do ta kenë edhe dhe në këtë etiket do vënë edhe numrin e lotit, që është detyrim taksativ në bazë të këtij udhëzimi. Se nuk e bëni tani pa lotin, pa lotin. Ata u vënë datën e skadencës, ta thash edhe më parë, në produktin që kalon nga ngrirja në fresk, në shkrirje, operatorët e biznesit ushqimor përpos emrit të produktit dhe origjinës kanë vënë dhe datën e skadencës së produktit. E vendosin dhe datën e skadencës. Dhe madje ka që dhe të përdoret deri në, sepse ai ka një afat të përcaktuar kohor për përdorim. Unë si njeri që më pëlqen shumë të blej për shtëpi, vërtet, të shkoj në market, të bëj pazar, nuk kam parë asnjë produkt, them, importi, produktet shqiptare, pula, etj. Janë gjitha me etiketa, patjetër, por asnjë produkt që unë e di që janë fileto Brazili, etj., nuk ka asnjë informacion tjetër për to. Nuk thot as Brazilia, sigurisht thot fileto e freskët pule. Atëherë prandaj është autoriteti kombëtar i ushqimit, ta denoncosh, ta sjellësh aty vetur pa inspektuese dhe tash edhe personalisht sa qindra herë kam bërë. Aq sa herë ke bërë, aq herë ka shkuar trupa inspektuese dhe ka marrë masat konform me ligjit. Mbas pjesës tretë, kur do kem një tjetër ftuar, një mjek të nderuar, më prisni të shkoj market bashk. Edhe e gjejmë po pate. Falenderoj që ishe në alert. Faleminderit. Zoti Zusi, në 30 sekonda mund të t'jap me mik nëse ke diçka, sepse më duhet ta mbyll. Okej, jo, asgjë fare. Edhe njerë e vlerësoj shumë daljen e këtij udhëzimi, uroj që të zbatohet në mënyrën e duhur, do doja shumë që Ministria, së me AKU-n dhe me veterinarin, të organizojnë disa procese, disa takime konsultative për mënyrën e implementimit dhe të zbatimit të tij, marrin opinion edhe nga operatorët, edhe nga ekspertët e fushës, në mënyrë që ai të mos zhvlerësohet rrugës, sepse është një udhëzim shumë i mirë, por fuqia e tij do jetë nëse ai do interpretohet dhe do zbatohet në mënyrën e duhur. Vetëm kaq kisha. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Faleminderit Serizonja Allaraj. Mos u largonin nga ekrani i Ora News. Jemi në pjesën e tretë me mjekun e nderuar, kardiologun Novroz Çaushaj. Do të flasim për sëmundjet kardiovaskulare dhe problematikat në shëndetin
e qytetarëve, e pse jo edhe shtimin e rasteve të infarktit. Por mos harroni, meqense po flasim për çështje etikete e tjera, 0800 26 26 është numri i linjës jeshile për mbrojtjen e konsumatorit i qendrës Alert, ku 24 mund të denonconi, tankoni jo vetëm për çështje produktesh ushqimore, por për gjithçka që lidhet me drejtat e konsumatorit. Reklama e kthehemi pas pak. Jemi kthyer në Alert në këtë pjesë të tretë dhe të fundit, dhe siç anonçova edhe para reklama, por në fillim të programit, në pjesën e tretë do të flasim për sëmundjet kardiovaskulare. Kemi dëgjuar gjithë patjetër, qoftë në lajmet e përditshme, për infarkte, për shtim të numrit të rasteve të prekur nga sëmundjet apo problemet e kardiovaskulare. Arsyet janë nga më të ndryshmet, statistikat fakt për vitin 2024 nuk janë akoma të konsoliduara, unë jam referuar disa statistikave nga Instat të 2023-shit dhe bëhet fjalë për sëmundjet të aparatit të qarkullimit të gjakut, në 2022-shin 13.082 raste, në 2023-shin 11.000 vdekje po, dhe 11.002 raste në 2023-shin. 20.3% e njerëzve që kanë shfaqur probleme pra janë pikërisht të shifra që kanë humbur jetën. Do të flas me Nofrus Çavushaj, mjek kardiolog. Përshëndetje, doktor, dhe mirë se erdhët në Alert. Orë pak e vonë ju solla në studio sot, por si është situata 2024 pak a shumë, ndoshta ju nuk keni shifrat, por krahasim edhe me vite tjera, por edhe ai paniku që shpeshherë ju kap edhe ju mjekëve nga ky numër kaq i madh. Normal. Sëmundjet kardiovaskulare janë sëmundje që përfshin si problemet që lidhen me vetë zemrën si organ dhe muskuj valvula, ashtu edhe me problemet që lidhen me enët e gjakut, të cilat janë në zemër, koronare, të cilat janë në truja dhe në periferi. Është një temë shumë e trajtuar, por sa më shumë trajtohet me domosdoshme është për të ritrajtuar. Sa më shumë trajtohet me domosdoshme për të ritrajtuar. Pse e them këtë fjali? E them sepse sa do pak të dëgjojnë, sa do pak të interesohen, sa do pak të ndërgjegjsojmë, shpëtojmë jetë. Sot në botë, jo në Shqipëri, ju përmendet një shifër të Instatit tonë. Në botë, sot numërojnë rreth 20 milion vdekje nga sëmundjet kardiovaskulare. Në vit? Në vit. Nga ana tjetër, zënë 1/3 e gjithë vdekjeve në nivel globi. Dhe kur them 1/3, është një shifër që në bazë të shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë shkon diku nga 25 deri në 40-45% në varësi të vendeve, sepse është karakteristikë jo vetëm për vendet e zhvilluara, por është bërë trend dhe për vendet në zhvillim dhe sidomos për vendet me të ardhura të ulta. 20.3% 1/5 i takon në Shqipëri? Në Shqipëri po. Në Shqipëri kjo është shifra, por në botë janë këto shifra, sepse mos të harrojmë që kur themi në botë, themi dhe vendet me të ardhura shumë të ulta se që është Shqipëria. Pavarësisht se është karakteristik edhe për vendet e civilizuara të urbanizuara. Por në qoftë se shohim edhe moshat, doktor, nuk janë vetëm moshat e mëdha. Statistikat ka edhe për moshat kardiovaskulare, sot shikohen me syrin edhe me një sy tjetër jo të mirë, sepse është një nga shkaktarët kryesor në botë që ul moshën mesatare. Kjo do të thotë që ato godasin këto lloj vdekje përfshin jo vetëm moshat e treta apo të moshat, mbi moshën e tretë e sipër, domethënë, por përfshin moshat e reja. Dhe karakteristike e këtyre 10-20 viteve të fundit është sepse është ulur shumë pragu i moshës së shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Më fal, 20.33% mosha e vdekjeve pra, e 11.002 personave është 0 deri në 19 vjeç. Sipas statistikave të Insatit. Pra, vdekjet sipas grup moshës dhe grup moshës 2023. Ke vdekje totale të Shqipërisë dhe grup moshe. Vdekje totale të kardiovaskularëve zakonisht janë mosha sëmundje të aparatit të qarkullimit të gjakut. 20.330 deri në 19, 26.96 20 deri 44 vjeç, 41.19 45 deri 64 vjeç, 54 pikca. Ke një shifër, ndoshta është një shifër e moshave të vogla, po këtu përfshihen më tepër vdekjet nga sëmundjet kardiovaskulare kongenitale.
Ato, duke patur parasysh dy elemente, në Shqipëri numri i lindjeve bie dhe numri i sëmundjeve kardiovaskulare kongenitale, një pjesë e tyre janë të korrigjueshme, po një pjesë janë të pakorrigjueshme, atëherë bie që të ketë edhe një trend në rritje të përqindjes, po jo në vlerë relative, po jo në vlerë absolute. Okej. Çfarë problematikash pse vinë më shpesh të sëmundje? Atëherë, pse rriten? Nëse do bëjmë një grupim i cili do të shërbej njerëzve dhe për të kuptuar se çfarë përfshin këto sëmundjet kardiovaskulare, janë sëmundjet që përfshin sëmundjet e tensionit, sëmundjet që përfshin sëmundjet e valvulave të zemrës, sëmundjet që përfshin sëmundjet e lindura të zemrës, sëmundjet që përfshin sëmundjen e muskujve të zemrës, sëmundjet që lidhen me bllokimin e enëve koronare të zemrës. Pra janë dhe sëmundjet që lidhen me shkaqe të tjera të panjohura. Ka një trend vitet e fundit, jo tek ne, po kudo, që është ulur ndjeshëm mosha në të cilën fillojnë dhe shfaqen këto problematika. Mua më kujtohet që para 30 e kusur vjetëve, mosha ka qenë mosh mbi 50-55 vjeçare. Sot gjejmë jo rëndom, por gjejmë plot raste të moshave 40-45, për mos thënë dhe më të ulët. Ka një sesh shkaktarësh, ne në kardiologji quajmë faktor, të cilët i ndajmë në dy grupe, që modifikohen dhe nuk modifikohen. Shumë interesant e faktorët e modifikueshëm, që kanë të bëjnë me dëshirën tonë për të rregulluar gjëra, dhe natyrisht që do ndikoj jashtëzakonisht shumë mirë, qoftë në zbutjen e shenjave të këtyre sëmundjeve, deri në rënien e numrit të ngjarjeve fatale nga këto sëmundje. Dhe nga këto faktorë që ne kemi në dorë të modifikojmë, janë duhanpirja, alkoolpirja. Përveç tyre janë element që lidhen shumë me kequshqyrja, jo mungesë të ushqimit. Jo, kequshqyrja. U thash duhanpirja, alkoolpirja, kequshqyrja, sepse ka të bëjë me çrregullimet e yndynave. Përveç elementit të pamodifikueshëm që është çrregullimi i yndynave genetike apo kongenitale. Do më aktiviteti fizik, shumë i rëndësishëm, jeta sedentare, stresi, është futur kohët e fundit si një faktor riskant për sëmundjet kardiovaskulare. Pastaj, seksin, moshën, disa elemente që nuk lidhen kongenital për cilësishmërinë. Mendova që thatë jo seksi si aktivitet, por seksi si mashkull-femër. Mi jemi në orarin e dur për të thënë edhe në... Po mirë, është edhe fjali për të kuptuar njerëzit. Seksi në kuptimin e fjalës mashkull-femër. Deri në moshën 50-55 vjeç janë meshkujt më të prirur të bëjnë ngjarje kardiovaskulare. Mbasi tek gratë fillon dhe periudha menopauzës, janë ato që dominojnë përqindjen më të madhe mbas asaj moshe të shfaqjes sëmundjeve kardiovaskulare. Kur shohim edhe të rinj që ka shumë probleme, shfaqin probleme me sëmundje të tilla, por a ka ardhur një moment që t'i zbresin makinës edhe në lagje, ka 20 vjeçare, të ecin pak në këmbë, të bëjnë sport. Shifrat e obezitetit janë të rritje. Janë të frikshme. Do më shifrat e obezitetit janë të frikshme, janë të gjithë të element që unë paka shumë përmenda pak e shpejt por shkurt, sepse gjithset kemi mbas 90-s një ushqyerje, një babëzi për të ushqyer, një shfrenim i konsumit alkoolit, duhanpirja po duhanpirja, stresi që sjell urbanizimi, civilizimi, zhvillimi e ka atë pjesën e vetë, mungesa një aktiviteti të rregullt fizik, domosdoshmëri, nuk është thjesht dëshirë, është domosdoshmëri. Na kuptojnë të gjithë, të sëmurë dhe jo të sëmurë. Është shumë e rëndësishme për të sëmurin të ketë një aktivitet fizik të caktuar, po është domosdoshmëri për gjithsecilin nga ne, që nuk klasifikohet në këtë kategori, të ketë aktivitet fizik. Është e vetmja mënyrë që të harxoj ato që ti konsumon gjatë ditës. Doktor, dëgjoj shumë shpesh njerëz që thonë unë bëj vrap nga liçeni, unë fakt në gjykimin tim kuajt janë krijuar për të vrapuar. Njerëzit ndoshta duhet ta bëjnë në mënyrë më të moderuar. Ndërkohë të tjerë që thonë unë bëj palestër. Por në të dyja grupet, a duhet që para sportit, ndoshta edhe sforcues, të bëjnë disa vizita përpara, disa kontrolle? Natyrisht i përgëzojmë njerëzit dhe qofshin sa më shumë
kjo kategori njerëzit që merren me aktivitet fizik. Por unë mendoj që është shumë domosdoshme në varësi të grup moshës ku ata përfshihen, të këshillohen çfarë është për ata. Do më thënë, çfarë është e domosdoshme sipas grup moshave. Pse e them këtë? E them këtë sepse gjithsecili nga ne me dëshirën për të bërë një aktivitet fizik mund të hyjë në rrugë gabuar. Prandaj klasifikova në varësi të grup moshës. Tjetër çfarë është e rëndësishme? Jo vetëm duke u klasifikuar në grup mosha, por nëse hyn në një aktivitet fizik ku ke merr ngarkesë, ti do të harxhosh kalori, kilokalori të duhura. Duhet bësh një kontroll ti të vetes, gjithsecili të vetes vet, që të kuptoj a ka probleme ky njeri? Apo shkon në një aktivitet fizik për të fituar organizmi në jetë gjatësie? Apo shkon në një aktivitet fizik ku pas pak kohe do dalin në pa vlerat negative të aktivitetit fizik. Ky është një problem shumë i madh. Dhe veçanërisht edhe palestrat, peshat e larta, ka njerëz që unë di njoh njerëz që kanë filluar probleme me tensionin. Probleme me tensionin, probleme me ligamentet, probleme me tendinet, probleme me kyçet. Të tjera patjetër, por po dhe ato të ulin cilësinë e jetës, të ulin cilësinë e jetës, të ulin ata që ti jesh aktiv, por natyrisht ti mund të kesh, çdo njeri nga ne mund të ketë fshehur një tension, mund të ketë fshehur një anomali të problemeve të enëve të gjakut të zemrës, mund të ketë fshehur të pakuptuar një problem që lidhet me aortën apo me valvulat e zemrës. Dhe ti shkon dhe ushtrohesh fizikisht, domethënë pa ditur se ku e ke gjendjen tënde aktuale, kjo mund të jetë më shumë pasoja se përfitueshmëri. Sa përfitueshmëri. A e neglizhojmë vetë ne shqiptarët vetë kontrollin? Shumë. Kontrollet rutinë. Unë gjithmonë e kam theksuar. Tek ne kemi një problem goxha të madh që unë vazhdimisht dua ta theksoj. Nuk shoh të paktën në 30-35 vjet të fundit që të kemi një sistem edukimi shëndetësor shumë aktiv. Sepse granit, nëse njerëzit nuk ndërgjegjësohen çfarë ka nevojë, si do të realizojnë, a duhet këshilluar, a duhet kontrolluar, ajo që thashu pak më përpara, të vëmë parat e mjeku dhe pastaj të aktiviteti, atëherë edhe një pjesë, këto janë shumë pak në krahasim me çfarë njeriu përfiton nga një edukim i mirë shëndetësor, atëherë të gjithë do gabojmë. Të gjithë do gabojmë dhe të gjithë jemi dëshmimtar. X-i duke vrapuar ra. Diq, tjetri atje, tjetri këtu, tjetri ishte mirë e bukur, shuku kokën tavolinë. Nuk janë këto element të zakonshëm të jetës së njeriu. Këto janë devijime nga zakonshmja, që do të thotë që brenda këtij njeriu ka patur të paktën flasim për shkaktar zemrën, ka patur probleme të cilat kanë çuar në këtë nivel. Doktor, apo ndikon edhe ushqimi në kuptimin përveç keq ushqyerëse, por edhe prodhimet industriale, disi më larg natyrales, me hormone, toksinat. Sepse, shiko, nëse ne flasim për toksina, mos harrojmë që toksinat përveç dëmeve që mund të bëjnë në tru, në sy, në veshk, në mëlçi, pse zemra është e përjashtuar nga dëmi që mund të ketë toksina mbi muskulin e zemrës. Dhe problematikat që mund të sjellë ajo mbi muskulin e zemrës janë të tilla që në 90-95% pa rikuperueshme. Domethënë ta dëmtoj muskulin e zemrës në atë farmase që ai mos ta marrë vetë. Një lloj sikur zemra të ketë kaluar një infarkt për shembull. Ashtu dëmtohet muskuli i zemrës. Tjetra, unë përmenda pak më përpara keq ushqyerjen. Tani në keq ushqyerjen e quajmë edhe ngrënien pa kriter, edhe mungesën e aktivitetit fizik, edhe po në keq ushqyerje quajmë edhe çfarë zgjedhim për të ngrënë. Domethënë kujt japim prioritet ne në ushqyerjen tonë. Pak më thellë, ti e di shumë mirë, sepse unë gjithmonë në mendjen time kam falenderuar për problematikat që ti ke ngritur në emisionin tënd Alert, për çfarë ham ne. Një proverb thotë ne jemi ata që ham. Kështu që dhe jemi të sigurt që influenca e këtyre elementeve që duken në backstage, domethënë nuk janë elemente dorës parë që njeriu e prek e shikon, janë elemente që vijnë nga kjo gjë, janë të gjithë dominus dhe kanë atë rëndësinë e tyre për të shfaqur problematika rrugës. Kjo nuk diskutohet. Po sot, ajo që duhet të theksoj unë sot është, sepse janë në Shqipëri, në këtë vend që jetojmë ne, janë të gjitha mundësitë që një njeri i ndërgjegjshëm në kuptimin e
e sjelljes së mirë ndaj edukimit shëndetësor dhe për të kujdesur për jetën, për vete, për familjen, për fëmijët, në Shqipëri ekzistojnë të gjitha mundësitë që ne t'i dalim para kësaj situate. Dalja para kësaj situate është përfitueshmëri e pa mendueshme për gjithë secilin. Përfiton jetën, përfiton pra jetën, kur them jetën në çfarë do lloj moshe. Nëse je në një moshë madhore ti e shtyn më shumë, në një moshë të re përfiton jetën e plot. E dyta, përfiton aktivitetin fizik ose më saktë, po e them ndryshe, të gjitha problematikat tona i japin pa aftësi fizike. Do me këto janë barë ekonomike, barë financiare për ekonomin tonë, të brisht ashtu si që është. Pra, përfitueshmëria është në gjitha drejtimet. Nga ana tjetër, sa më shpejt ti e kap të problemi kardiak, aq më mirë rregullon atë. Sa më mirë rregullon, aq më afër normale se kthen atë individ për problematikat që ka. Pra, bie dhe bara financiare e medikamenteve. Pra, është një kompleks elementesh të cilët po të shikosh të shkëputur gjithë secili nga ne mendon, se s'është problem kjo. Ama nëse ti e mbledh brenda një rrethi këtë problematik, kupton se sa të rëndësishme janë këto elemente. Doktor, nuk do të thënë në karrierën tuaj, po të paktën domethënë vitin e fundit ose në 2-3 vitet e fundit, cili mund të ketë qenë një rast ose mosha konkrete më e vogël e mundshme që mund të jetë shfaqur që e keni vizituar dhe kontrolluar? Të heqim me janë problematikat e kardiopative të lindura. Ja, i heqim këto, patjetër, pa i diskutuar. Të heqim ato problematika që lidhen të lindur apo që lidhen me trashjen e mureve të zemrës, se nuk varen nga ato. Po të heqim problematikat që lidhen me valvulopatit, me sëmundjet e valvulave, të cilat një pjesë e madhe e tyre i kanë problemet me origjinë reumatizmale. Atëherë po flasim për sëmundjet që lidhen me ente gjakut të zemrës. Atëherë unë kam dy mosha, njerën e kam aksidentale 15 vjeç fëmijë me thik dhe i bën infarkt, nga prerja e në zgjakut, që eci shumë mirë. Për fatë e mirë u fut në sallë shpejt, u qep shpejt, eci shumë mirë, po post operacionit ishte ndjekja ime, se ai e bën infarkt. Dhe tjetër kam 23 vjeçar, i cili fatmirësisht mjeku i familjes që shikon atë zonë ku ishte, i thotë që ti ke nevojë për kardiologun, për një ankesë i kishte patur gjatë natës, dhe kur shikoj zhvilloi një infarkt, vendos sistem, por ishim në fazë shumë të hershme të sikletit, dhe atë person unë e kam ndjekur një 20 ca vjet pastaj kemi humbur lidhjen, po besoj që duhet të jetë gjallë sepse muskulatura atij të herë, po ai ishte abuzues. Dhe këtu duhet ngre termin që moshat, një nga arsyet pse mosha është ulur tek meshkujt, nuk është vetëm keq ushqyerja, alkooli, duani me të madhe, po këmbëngullet tek konsumatorët e gjithë elementeve të drogave. Ato, do me konsumi drogave, ullë në mënyrë të ndjeshme moshën e shfaqjes të probleme. Sepse 30-35 vjeçar në është bërë kështu si nuk e dyshojmë me. Së përbërë më lajmë. Dikur i thoshim se 30-35 s'ke gjë, para 30 ca vjetë. Tani nuk i themi do të me. Së mund është të thuash. Do me këtu kemi gjetur shtuar kjo kategori. Kur përmend një alkoolin, imagjinoj, sigurisht atër kam qenë dhe i vogël, po imagjinoj çfarë alkooli kanë pi shqiptarët, unë mund pija në i teke pas 90-ës. Ato fërnet, ponç, kachurel, rakime me tritol. Çfarë kanë ngrënë? A më banë atë mendat mishin neozelandes, që do të hapi atë shtresën e dhjamit për të gjetur një fije muskuli? Eri ca kohë nga vitet 91, 90, se kujton dot, vitet 90, 89, 90-91 hyri një ato krizën e madhe të ushqyerjes shqiptare, ka hyrë një mish nga Zelanda, që ishte shqye për të gjetur fijen e muskulit, se pjesa tjetër ishte vetëm dhjam. E kanë ngrënë shqiptarët, çfarë do të bëjmë? Pyetja për moshën fakt ishte lidhe më shumë me një, unë s'është mirë që e them, e kam përsëritur, e kam thonë shumë herë në fakt, me një deri diku neglizhencë, edhe neglizhencë, por edhe njerëz të dhënë pas karrierës, jeta shumë intensive e tjera, po që her pas here i lënë fëmijët e tyre pas dore, në raport me ushqimin flas. Nuk po hyn në çështje tjera se edhe ato patjetër që shfaqin probleme, por në raport me ushqimin. Të gjitha pijet freskuse që përdoren sot, ka rëndësi emri, gjitha kanë sheqer me shumicë. Ti e ke parë dhe vetë, sepse çfarë tendence ka vitet e fundit me pijet.
sugar free. Do dhe që sigurisht dyshoj që nëse janë free, po... Po, pse është kjo tendencë? Se ndryshe s'do vinë as tombla. E kupton? Një arsye është kjo. 2, jeta e vrullshme, flasim për ato zona ku ka jetë e vrullshme, se periferia që... Qytetet, se popullsia më madhe në qytetet. Qytete, Tirana, Durrës. jeta e vrullshme detyron që brezi i ri të ushqehet me fast food. Kjo është Me ndyrë të përpunuar, e kemi diskutuar një. Nuk detyrohet. Jo i detyruar nga prindi, i detyruar nga mënyra e shkollimit, jetesës, e kanë kokën tek shia, të aroma. Asgjë nuk do të ketë prioritet para fëmijës. E di, por jashtë kontrollit. E kupton? Plus edhe pastaj po kënaqë egon e fëmijës dhe të blej picë në 11 natës. Po fast foodet e përgjithësisht të përditshmet. Ose fast foodet e përditshme, ndyra që ato rreth shkollave. Domethënë ato janë të nuk flasin për një shije, flasin për konsum dhe për përdorim të përhershëm të këtyre elementeve. Se nëse dikush kalon dhe shikon një fast food dhe e merr për të shijuar, po ai pastaj pason me 10 kilometra si puna ime, ajo e harxhoj, po problemi është që ku je ti në përdorimin e përditshëm te një stres populate, një kufi shumë i gjerë i përfshirjes së moshës, që aktiviteti fizik e kanë afër zeros. Doktor, pyetja e fundit, sepse edhe regjia më kërkon ta mbyll në fakt, po e bë këtë pyetje nuk e mbyll. A ju krijon në gjithë të rritje, pra të numrit të vit pas viti, a ju krijon një farë ngërçi, jo për të penguar punën, por një farë situatë jo të këndshme edhe për ju, se e para një numër ndoshta në rënje i mjekëve kardiolog, për shkak se edhe ata që diplomohen gjenë oferta shumë të mira jashtë, kur po ikin infermierët si mos t'ikin një kardiolog i mirë. Dhe dyta, gjithë vizitat drejtohen drejt Tiranës, apo kontrollet, apo rastet e urgjencave. Për shkak të mungesës kardiologëve në disa qytete ndoshta, ose specialistëve të mirë, për shkak të edhe dëshirës të njerëzve do vinë Tiranë se ka mjek më të mirë e tjera. A ju ka krijuar kjo një situatë që ju e vështirëson deri diku punën? Kjo krijon një mbigarkesë. Gjithë e dim që nëse ka mbigarkesë ka rënje cilësie. Aktualisht sistemi është munduar që të zgjidhë disa problematika dhe në periferi. Të paktën për sistemi kardiovaskular janë bërë zgjidhje të tilla. Dikur një Nën Terez e vetme sot ka 2 Tirana, flasim gjithmonë për linjat shtetërore. Për shtetëror. Dikur vetëm një Nën Terez sot ka dhe 2 periferia që veprojnë fort në këtë sistemi kardiovaskular, Shkodra dhe Fieri. Pra, janë krijuar, janë ngritur pika të reja ku njerëzit ta gjejnë shërbimin më shpejt, sepse tek ne koha është baras muskull. Ne muskull zemre. Ne vlerësojmë fitimin e kohës duke e barazuar me përfitimin në muskulaturën e zemrës. Kështu që, por ajo tendenca që ka ngelur nga dikur që në Tiranë ka dhe periferia s'ka kualitete, kjo po rrëzohet avash avash. Pse? Sepse edhe brezat e rinj që po dalin, po kërkojnë që ta shtrin atë aktivitetin e tyre, jo vetëm në mënyrë gjerësore, po të thellë. Do me thënë, të shkojnë deri te diagnozat që janë të domosdoshme ambulatore. Zgjidhja është tjetër histori. Doktor, të falenderoj. Lutem. Është gjithmonë kënaqësi të diskutojmë bashkë. Sa më shumë na kanë dëgjuar, më mirë për ata. Isha me Novruz Çaushaj, mjek kardiolog. Ky është fundi i Alert për ditën e sotme, por një këshill nga ana ime, të cilën në fakt her pas here më çalon edhe mua situata. Kur vjen 10.000 kilometrë, që mos vraponi në servis për vajnë e makinës, e diskutuam me doktorin para se të në studio, por her pas here, sigurisht ajo është gjë shumë e mirë, patjetër kujdesi për makinën, por mbi gjitha shkoni kontrolloni smundjet e zemrës dhe por gjithçka tjetër. Do të shihemi të premte në ardhshme në 21, ritransmetimi nesër në 13:30. Mirupafshim.